Me mbroma dhe mirë se vini në War Report. Ky 20 janar shënon përvjetorin e parë të Donald Trump dhe ardhjes së tij në pushtet në një botë e cila duket se po shkon drejt një rendi të ri botror. Është ky një pakt ndoshta mes udhëheqësve më të rëndësishëm të globit, ndërkohë që kreu i shtëpisë së Bardhë erdhi në pushtet me premtimin e qartë për të qenë president i paqes dhe jo një president i luftës. Ky pretendim apo ky premtim i bërë nga Donald Trump ka krijuar polemika të mëdha sa i përket përvjetorit të tij të parë në pushtet, me qytetarë që e besojnë diçka të tillë e të tjerë që thonë se Donald Trump në një mënyrë apo në një tjetër nuk mund të konsiderohet president i paqes, për aq kohë sa disa prej konflikteve jojnë e ku njëri prej më të rëndësishmeve është ai mes Rusisë dhe Ukrainës. Por duhet thënë, Donald Trump ja doli të mbyll lindjen e mesme, ndonse për diçka të tillë dy desh të ndërmerrte veprime të rëndësishme ushtarake, duke përfshirë këtu sulmet ndaj Iranit, por edhe negociata të forta me Hamas, grupin militant, ndërkohë që ky plan armëpushimi ka shkuar në fazën e tij të dytë. Por askujt nuk ja priti mendja se Donald Trump do t'i hapte luftë ndoshta një prej aleatëve të tij më të rëndësishëm siç është Perëndimi dhe Bashkimi Evropian. Ky do të jetë fokusi i programit mbrëmjen e sotme, ndërkohë që në studio më bashkohet profesor Xhavi Çala. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit që je në War Report. Ndërkohë kam edhe Geron Kamberin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Kamberi, faleminderit që je në War Report. Mirë, në nisje të programit do të shohim një përmbledhje të gjithë asaj që Donald Trump solli përgjatë vitit të tij të parë në pushtet, duke përfshirë politikën e brendshme, politikën e jashtme dhe gjithashtu strategjinë e tij kryesore, Amerika e para. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Kur Donald Trump kurorëzoi rikthimin e tij politik si presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara një vit më parë, ai tha në fjalimin e tij se një epokë e re kishte nisur për Amerikën. The golden age of America begins right now. Gjatë 12 muajve të tij të parë në detyrë, Shtetet e Bashkuara kanë përjetuar ndryshime të forta dhe të shpejta si në politikën e brendshme, po ashtu edhe në atë të jashtmen. Të gjitha lëvizjet e Trump kanë sjellë përplasje politike dhe kanë nxjerrur debate të forta në mbar vendin. Brenda pak orësh nga marrja e detyrës, Donald Trump nënshkroi më shumë se 200 urdhra ekzekutiv përfshirë shfuqizimin e afro 80 vendimeve të administratës presidentit Joe Biden, si dhe faljen e 1500 personave të dënuar për vepra penale që lidhen me trazirat e 6 janarit në Capitol Hill. Nga kjo ditë, vendi ynë do të lulëzoj dhe do të respektohet sërish në mbar botën. Ne do të jemi zilje e çdo kombi dhe nuk do të lejojmë më që të përfitohet nga ne. Çdo ditë të administratës Trump, shumë thjesht do të vendosë Amerikën të parën, u shpreh Trump përgjatë fjalës së tij inauguruese. Një vështrim mbi vitin e parë të presidencës së Trump tregon një përzierje premtimesh të përmbushura, veprimesh dramatike dhe polemikash të vazhdueshme, të cilat pasqyrojnë ambicjet e tij politike dhe reagimin që është thellësisht i ndarë brenda opinionit amerikan. Trump kandidoi me një agjend paqes përmes forcës, duke premtuar se do të ishte një paqebërës në skenën globale. Trashëgimia për cilën jam më krenar do të jetë ajo e një paqebërësi dhe bashkuesi. Kjo është ajo çfarë duhet të jem, deklaronte Trump gjatë fjalimit të inaugurimit të tij. Që nga marrja e detyrës, presidenti ka ndërmarrë vendime të rëndësishme në politikën e jashtme, nga një operacion në terren për kapjen e liderit të Venezuelës tek rritja e tensioneve me Europën për shkak të Groenlandës, si dhe përpjekjet për arritjen e paqes në konfliktet globale, nga Ukraina deri në lindjen e mesme. Një nga këto synime u realizua me arritjen e një armëpushimi në luftën Izrael-Hamas në Gaza. Marrëveshja e brisht e paqes ka rezistuar dhe së fundmi ka hyrë në fazën e dytë, pas muajsh diplomacie intensive nga Trump dhe nga një rreth i ngushtë bashkëpunëtorësh të tij. Trump ka formuluar gjithashtu atë që ai e quan doktrina Monroe, një lojë fjalësh me doktrinën Monroe e cila rikoncepton rolin e Shteteve të Bashkuara në hemisferën perëndimore. Ky ndryshim vizioni u shoqërua me një operacion në Venezuelë për kapjen e presidentit Nicolas Maduro dhe dërgimin e tij në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuzat se kanë mbështetur kartele që trafikonin lëndë narkotike drejt Shteteve të Bashkuara. Ky operacion erdhi pasi administrata kishte kryer sulme ndaj anijeve që dyshohet se transportonin drogë, sulme që lanë mbi 100 të vrarë dhe që kanë ngritur pikpyetje të mëdha nga demokratët për zbatimin e të drejtës ndërkombëtare. Presidenti ka kërkuar gjithashtu që Shtetet e Bashkuara të marrin pronësinë e Groenlandës, duke rritur ndjeshëm tensionet me aleatët europian, ndërsa ka lënë të hapur mundësinë e marrjes së territorit me forcë. Këto tensione kanë arritur kulmin pikërisht në përvjetorin e parë të mandatit të tij.
Trump ishte zotuar gjatë fushatës se do të jepte fund luftës në Ukrainë që në ditën e tij të parë të mandatit. Megjithatë, pavarësisht takimeve të shumta me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe një samiti historik në tokën amerikane me presidentin rus Vladimir Putin, ky premtim nuk është realizuar. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdon ndërsa Trump ka pranuar se zgjidhja e konfliktit është më komplekse nga sa kishte parashikuar. Në planin e brendshëm, Trump ka zbatuar premtimin për goditje të ashpër ndaj emigracionit të paligjshëm. Sipas një raporti të Institutit Brookings, vitin 2025 Shtetet e Bashkuara përjetuan migracionin neto negativ për herë të parë në të paktën 50 vite, kryesisht për shkak të rënjes së ndjeshme të hyrjeve të emigrantëve të paligjshëm në vend. Departamenti i Sigurisë Kombëtare njofton se më shumë se 622.000 persona janë deportuar që nga marrja e detyrës nga Trump. Gjatë vitit, administrata zgjeroi ndjeshëm operacionet e shërbimit të emigracionit dhe doganave në të gjithë vendin, duke festuar publikisht rritjen e numrit të arrestimeve pavarësisht polemikave për përdorim të forcës vdekjeprurse kundërshtimeve ligjore dhe protestave. Trump ka ndërmarrë gjithashtu ndryshime të mëdha në qeverinë federale duke synuar zvogëlimin e madhësisë dhe fuqisë së saj. Ai bashkëpunon ngushtë me miliarderin Elon Musk në muajt e parë të presidencës për të zbatuar politikat e Departamentit të Eficiencës Qeveritare. Doge shkaktoi shkurtime të mëdha në administratë përfshirë mbylljen e agjencisë amerikane për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe largimin nga puna të mira punonjësve federal. Në maj, Musk pranoi se ndonse ishte bërë përparim, kursimet reale ishin rreth $160 milion, shumë larg premtimit fillestar për $2 trilion. Trump realizoi një tjetër premtim madhor elektoral duke vendosur tarifa të gjëra mbi mallat e importuara në Shtetet e Bashkuara me synim për të rikthyer prodhimin vendas dhe për të ulur deficitin tregtar. 2 prillin ai e quajti dita e çlirimit, ku shpalli tarifa gjithëpërfshirëse ndaj pothuajse të gjithë partnerëve tregtar të Shteteve të Bashkuara. Reagimi i tregjeve financiare ishte i menjëhershëm me humbje rreth $3.1 trilion në bursë brenda një dite. Disa ditë më pas, Trump i pezulloi tarifat për të dhënë kohë negociatave duke deklaruar se investitorët ishin kapluar nga paniku. Administrata premtoi 90 marrëveshje tregtare në 90 ditë, por nuk e arriti këtë objektiv, ndonse më pas u njoftuan 10 marrëveshje ose kuadro bashkëpunimi. Në të njëjtën kohë u bën përjashtime për mallra që nuk mund të prodhohen në Shtetet e Bashkuara si kafeja dhe bananet. Ndërsa Trump premtoi një bum prodhimi dhe krijimin e miliona vendeve të punës, raporti i fundit për vitin 2025 tregon një ngadalësim të punësimit. Në dhjetor u shtuan rreth 50.000 vende të reja pune, më pak se pritshmëritë, ndërsa papunësia ra në 4.4%. 2/3 e vendeve të reja të punës u krijuan në sektorin e shëndetësisë, ndërsa prodhimi, teknologjia dhe sektori publik shënuan humbje neto. Sipas raportit të fundit të indeksit të çmimeve të konsumit, inflacioni u rrit me 2.7% krahasuar me një vit më parë. Kostot për energjinë, kujdesin shëndetësor dhe disa ushqime vjojnë të rriten, ndërsa çmimet me shumicë të vezëve ranë në nivelin më të ulët që nga viti 2019, pasi Trump e kishte premtuar diçka të tillë. Familja mesatare amerikane shpenzon aktualisht $184 më shumë në muaj për të njëjtat mallra dhe shërbime, krahasuar me një vit më parë dhe $590 më shumë se 3 vite më parë. Trump nisi një turn dhjetor për të folur drejt për drejt qytetarëve mbi përpjekjet e administratës së tij për uljen e kostove të jetesës, ndërsa ka vazhduar të këmbgul se problemi i përballueshmërisë është një mashtrim i shpikur nga demokratët. Në fillim të vitit 2026, Trump prezantoi planin e tij të shumëpritur për shëndetësinë, të cilin e kishte premtuar prej gati një dekade. Megjithatë, detajet mbeten të paqarta, ndërsa zyrtarë të lartë e kanë cilësuar atë si një kornizë të përgjithshme. Presidenti ka deklaruar se synon të jap para drejt për drejt qytetarëve për të blerë sigurimin shëndetësor, por mbetet e paqartë se si do të funksionojë kjo skemë dhe nëse do të mbulojë realisht kostot. Një sondazh i fundit tregon se 52% e votuesve besojnë se Trump ka ndikuar negativisht në kostot e shëndetësisë. Trump ka paralajmëruar gjithashtu një plan për uljen e kostove të strehimit që pritet të prezantohet gjatë një vizite në Davos të Zvicrës, duke përmendur masa për të ndaluar investitorët e mëdhenj institucional që të blejnë shtëpitë e ideuara për familjet. Edhe pse Trump ka realizuar shumë nga premtimet e fushatës së tij, një sondazh i Ipsos tregon se ai nuk gëzon mbështetje të shumicës në asnjë prej çështjeve për të cilat ka premtuar ndryshime. Zgjedhjet e afatmesme që janë pranë do të mbetet për të parë nëse presidenti amerikan Donald Trump do të arrijë të sigurojë kapitalin e nevojshëm politik për të çuar përpara agjendën e tij gjatë mandatit të tij të dytë, i cili konsiderohet një mandat historik. Ishte ky një material i cili solli në vija të përgjithshme të gjithë ndikimin global që Donald Trump ka pasur, por sigurisht edhe ndikimin e tij në politikën e brendshme amerikane, me një strategji e cila të roqi vëmendjen e mbar botës, kur kreu i shtëpisë së bardhë ndryshoi vizionin që të gjithë njihnin për Amerikën si një lider botror, duke thënë se prioriteti i saj do të jenë çështjet e brendshme, e tregoi gjithashtu edhe një shkëputje të mbështetjes për çështjet ndërkombëtare. Zoti Kamberi, një vit, 365 ditë, një president
president të cilin e kishim parë më parë, por i pa parashikueshëm Donald Trump. Çfarë solli ky vit i parë i kreut të Shtëpisë Bardhë dhe mbi të gjitha si ndryshoi dinamika e gjeopolitikës botërore? Po besoj që viti i parë i presidentit Trump, për herë të dytë tashmë në mandat në Shtëpinë e Bardhë, besoj që do jetë një vit që do komentohet edhe shumë herë, edhe shumë vitet e tjera mbas tij, por edhe deri në fund të presidencës Trump. Për një arsye shumë të thjeshtë. Në mandatin e tij të dytë, pra ose rikthimi i dytë në Shtëpinë e Bardhë, solli një ndryshim jo vetëm thjesht në stilin se si zoti Trump e ushtron politikën e tij, sepse një stil të tillë u pa edhe në mandatin e tij të parë, pra në periudhën 2016-2020, por mbi të gjitha që ai arriti të thyente disa tabu në politikën ose në marrëdhëniet e deri atëhershme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me disa prej aleatëve kryesorë dhe ku spikat në mënyrë të veçantë marrëdhënia krejtësisht e re që ndërtoi presidenti Trump gjatë këtij viti me Bashkimin Evropian dhe vende të veçanta europiane. Dhe një element tjetër që duhet theksuar në këtë presidencë, në këtë vit të parë të kësaj presidence, e cila ka ngjallur shumë reagime në disa prej veprimeve të tij, lidhet edhe me një element tjetër shumë të rëndësishëm. Raporti midis qëllimit edhe mjetit. Pra, presidenti Trump është të paktën ndoshta nga rastet e rralla në politikën botërore ku nuk i fsheh qëllimet e tij. Është jashtëzakonisht i hapur kur i deklaron ato dhe natyrisht nuk tregohet shumë i kujdesshëm për mjetet që zgjedh për të realizuar qëllimet, qoftë siç e kemi vënë re edhe në raport me shumë aspekte të politikës ndërkombëtare, qoftë me luftën tregtare, qoftë me aspekte të zgjidhjeve të çështjeve të krizave ndërkombëtare, me Iranin, me Rusinë, me Ukrainën dhe veçanërisht me Groenlandën. Pra, në qoftë se do t'i rikthehemi edhe një herë këtij viti të parë të presidencës Trump, unë do thoja që ajo mund të përkufizohet si një presidencë e cila shkon nga ndryshimi drejt qëllimit. Pra, ai po ndryshon gjithçka për të arritur gjithçka. Qartë. Ndërkohë, profesor Shala, shohim një president i cili vjen në pushtet me një kredo të rëndësishme të fushatës së tij për të qenë një president i paqes. Por në aspektin e sigurisë, si ka qenë ky 365 ditësh i Donald Trump në terma të përgjithshëm, pra ishte realisht njeriu i paqes apo njeriu që sfidoi të gjithë arkitekturën e sigurisë me sulme që sigurisht i shërbyen fillimisht Shteteve të Bashkuara dhe më pas aleatëve më të rëndësishëm? Në programin e tij me cilin ai fitoi pushtetin, ai proklamoi që do sillte 4 siguritë për amerikanët. E para sigurinë e kufive, e dyta sigurinë ekonomike, e treta sigurinë njerëzore, po themi sigurinë publike, pra mbrojtjen qytetare nga kriminaliteti dhe sigurinë nga lufta. Nëse do të marrim të gjitha këto, të analizojmë, do të shohim që në vitin e parë ai ka bërë ndryshime domethënëse. E para në sigurinë e kufive, pra për luftën kundër emigracionit paligjshëm. Nëse do ta shohim këtë, do shohim që për herë të parë në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka bilanc negativ, pra më shumë janë deportuar se sa kanë hyrë ilegalisht. Bëhet fjalë për rreth të deportuar me dhunë mbas të rregulla pa dokumenta të tjera rreth 610.000 veta, ndërkohë që si pasojë e kësaj politike që ndosh rreth 1.900.000 u larguan vetë. Pra, këtu ai e ka mbajt premtimin e tij elektoral, ndërkohë që ka shtuar presionin ndaj vendeve kufitare, ndaj Meksikës e gjithë për të marrë në kontroll emigracionin. Kjo ishte për sigurinë kufitare. Lidhur me sigurinë ekonomike, ju e thatë pak me shifra. Ai u përpoq edhe nëpërmjet tarifave për t'i dhënë përparësi prodhimit produkteve vendase, prodhimit vendase, industrisë vendase etj. Dhe vendosi ato tarifa që me mendimin që tashmë bëj fjalë për triliona dollar që do përfshihen në buxhetin amerikan. Por e vërteta është që një pjesë e vendosja këtyre tarifave në një farë mënyrë ju fatoru prapë qytetarit amerikan, sepse ato mallar që vinin që u tarifuan, u rrit çmimin në shitje për në Shtetet Bashkuara të
Amerikës. Dhe ju e përmendet edhe në insertin tuaj që amerikanët tashmë harxojnë rreth $170 më shumë për ushqime për gjitha se sa kanë patur më parë. Pra do thotë që këtu është pra kjo do thotë që këtu ka, megjithëse ai bëri hoqi disa taksa etj. Pra ne mund ta quajmë që kjo është faza parë, sepse programi i tij ishte është për 4 vjet, nuk është për 1 vit. Ai arritjet brenda 1 viti kanë qenë të paparashikueshme, domethënë të jashtëzakonshme në këndvështrimin tim. Lidhur me sigurinë e jetës së qytetarit, pra luftën kundër kriminalitetit, ai ka bërë lëvizje të papamën në këtë fushë, pra e para duke për ndaluar futjen e drogave apo për të penalizuar ata që merren me trafik droge, dhe për herë të parë ai me një urdhër ekzekutiv i quajti organizatat e trafikut drogës, i quajti organizata terroriste. Duke i quajtur organizata terroriste, i jepte mundësi shtetit amerikan që të përdorte taktika ndryshme luftën ndaj tyre, përdorte edhe sulmet me armë etj, pra edhe goditjet nga ajri gjitha. Edhe kjo i ka dhënë rezultate, dhe rasti pastaj kjo lidhet pak edhe me çështjen e Madurës, që mund ta trajtojmë më pas. Pra edhe në aspektin e luftës kundër kriminalitetit ai pat për politikë e brendshme, po. Pra trajtuam ndërsa për sigurinë nga lufta, që ishte siguria e katërt, që për sigurinë nga lufta ai premtoi për 24 orë, gjë që gjithë ne e dishim edhe kur kemi ngjuar që nuk është, kjo është e pamundur, domethënë. Megjithatë ai tash përsëri ka deklaruar që tashmë ai nuk ka gjë në dorë, domethënë nuk ka mundësi, por mundësitë ai ka me stilin e menaxhimit që bën Trumpi, nëse ai do të kërkojë, do të vendosë sanksione, nuk ka rrugë tjetër. Moska nëse nuk detyrohet të ulet në tavolinën e bisedimeve, nuk ka paqe. Pra jo të ftohet të ulet në tavolinën e bisedimeve, por të detyrohet të ulet në tavolinë, dhe detyrimi këtë mundësi e ka vetëm Trumpi nëse ai unifikon faktorin perëndimor. Pra këto ishin ato 4 siguritë që ai premtoi, që në mas të konsiderueshme ai ka arritur. Pastaj, nëse do ta shohim në raport me filozofinë e tij, që ai në fillim në ato dokumentat në programin e tij të fushatës e ka trajtuar hollësishëm, domethënë që Amerika e para, dhe synimet e tij kanë qenë që ai e proklamoi këtë po e themi doktrinën Monroe, duke ne fillimisht po gjithë ne kemi marrë pjesë edhe këtu në studio bashkë me Garonën ose me tjerë, edhe ne u habitëm se si doli më një herë në ofensivë. Pra, jo kanali Panamas, Kanadaja, dhe na duket që pra ishim të vënuar në kuptimin e konceptit të tij. Por ai i ka patur gjëra shumë të qarta në këtë fushë, dhe për sa i përket ai e ka kuptuar që Amerika, kështu siç është, nuk mund të qëndrojë në krye të klasifikimit, po themi, ose nuk mund të qëndrojë në majë të sigurisë botërore. Pra çfarë duhet? Për të qëndruar, për të nejtë përsëri Amerika para, duhet ndryshime të mëdha. Cilat janë këto ndryshime? E para, duhet ndryshuar koncepti fare, pastaj mënyra se si do të menaxhohet oborri pasëm i Amerikës, pra vendosja në një farë mënyrë e një sundimi të plot amerikan në pjesën e hemisferën perëndimore. Pra, edhe këtu i referohemi doktrinës Monroe, apo doktrinës që ai ka vënë edhe emrin e vet tashmë. Dhe kjo po arrihet. Si u bë me rastin e Panamas. Pse ai e pa që Kina dhe Rusia dhe Irani kishin deportuar shumë në Amerikën Latine, dhe në farë mënyrë po i bëshin një krashillëk Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra po i bëshin një rrethim të butë dhe të egër. Kina nga ana saj po bënte një rrethim të butë nëpërmjet investimeve të pafundme në Amerikën Latine. Pra duke marrë kontroll thuajse kanalin e Panamas, dhe ai më njëherë u mor me kanalin e Panamas. Po ta kesh parasysh në rastin e kanalit Panamas, panamezët e morën mesazhin, sepse një herë ai e sulmoi dhe e rivendosi situatën, dhe tashmë ata, siç duket, u morën vesh apo i detyruan kinezët të shesin ato aksione, çfarë kanë në portët hyrëse dhe dalëse, dhe tashmë është në kontrollin vetë panamez, jo kinez. Ndërkohë që problemi i Venezuelës ishte problem paksa i veçantë. Venezuela, duke qenë me një regjim që në kohën e Chavez me një mentalitet socialist, por nuk ishte se ishte komplet në atë këndvështrim, pra si filozofi, sepse socializmi ka koncepte tjera, jo ato, dhe synoj që ata në farë mënyre ata joshën kundërshtarët, rivalet dhe armiqtë e Amerikës në Venezuelë. Cilët ishin këta? Rusia, Kina dhe Irani. Dhe në këto kushte për Shtetet e Bashkuara ky ishte një kërcënim. Presidentët e tjerë nuk e adresuan dot këtë kërcënim.
ky adresoi e gjeti mënyrën e duhur dhe adresoi dhe sot ky kërcënim nuk është më evident në ato përmasa që ishte, sepse nuk është arrestu kryetari i shtetit, kryetari i një organizate kriminale dhe është vendosur para gjykatës mbas një urdhri arresti ndërkombëtar. Pra, ndërkohë që ka dhënë paralajmërim edhe për shtete tjera, për Kubën, për Meksikën e tjera. Pra në një farë mënyre, në filozofinë e Trumpin është kjo Amerika e para dhe paqe nëpërmjet forcës. Pra, dhe kjo është angazhimi i tij. Zotimi i tij kryesor. Zotimi i tij kryesor, të cilët ai nuk e shpjegoi mirë në fillim sepse mund të tremte elektoratin në vit, por ai do ta bëj paqen nëpërmjet forcës. Pra, ai do të përpiqet të vendosit, të dominojë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të mos zbresin nga froni, por nuk ka rrugë tjetër me këtë sistem sigurie ndërtuar mbi bazën e kësaj organizatës kombëtare bashkuara për të sigurisë kolektive është tashmë e vjetruar dhe në këto kushte duhet Trumpi pat vizionin që ta kuptojë që duhen ndryshime të menjëhershme. Dhe ai për një periudhë jashtëzakonisht, unë më mend ka qenë interesante një deklaratë një kongresmeni, domethënë që në fillimet e ardhes Trumpin pushtet që ne nuk na interesojnë organizata kombëtare bashkuara. Organizata kombëtare bashkuara është pengesë për filozofinë tonë që Amerika të bëhet e para. Dhe më bëri shumë përshtypje kjo dhe paka shumë kështu po shkon tashmë. Domethënë brenda një periudhe të shkurtër, gati brenda këtij viti, Amerika është larguar nga 61 organizata në organizma ndërkombëtar që veprojnë nën kupolën e organizatës. Do dalim për të parë ndoshta edhe të regjin në Donald Trump. Ndërkohë, zoti Kamberi, për të folur dhe për të marrë gjërat një nga një, kemi një lindje të mesme e cila duket se është stabilizuar fal disa zhvillimeve që edhe i dha një dorë Donald Trump. Këtu duhet veçoj Sirinë me rënien e regjimit të Assad, por duhet të kthejmë tek fokusi kryesor. Një bombardim i Iranit arriti një marrëveshje mes Izraelit dhe Hamasit, krimi një bordi paqe, një fazë e dytë. Pra, Donald Trump ja doli që ta përmbush misionin e tij në lindjen e mesme apo jo? Besoj që në qoftë se do flasim për sukses, duke arritur me bërë një marrëveshje si çfarë do quajmë sukses nga pikpamja e zgjidhjes së një konflikti në raport me konfliktin në lindjen e mesme, të paktën ajo që u shfaq midis Izraelit edhe Palestinës, pra nëpërmjet lëvizjes Hamas, të gjithë ndërhyrjet e presidentit Trump dhe veçanërisht angazhimi i tij i drejt për drejt për të hequr mbështetjen ndaj Hamasit, pra ndaj lëvizjes Hamas të shteteve që e mbështesin, dhe siç ishte Irani dhe Siria, format dhe mënyra që i zgjodhi duke përdorur dhe forcën ushtarake dhe bombardimit të impianteve bërthamore të prodhimit të uraniumit në Iran, duket sikur kanë sjell tashmë edhe me dy iniciativat e fundit, pra krijimin e bordit paqes, krijimin e këshillit ekzekutiv dhe bordit ekzekutiv brenda bordit paqe, duket sikur po merr një formë ai modeli paqes që ai ka ndërtuar për lindjen e mesme dhe veçanërisht ne dim tashmë që dy janë qendrat më të mëdha të konfliktit në lindjen e mesme, pavarësisht vatrave rajonale që kanë, e dim që në lindjen e mesme ka shumë vatra konflikti rajonal midis Arabisë Saudite dhe Yemenit apo Katarit apo vendeve të tjera, minoriteteve apo grupeve që janë atje, por nëse do të rikthehemi dy prej çështjeve kryesore, siç janë konflikti izraelito-palestinez dhe veçanërisht programi bërthamor i Iranit, që ka përbërë shqetësim për komunitetin ndërkombëtar, duket që formula e presidentit Trump në momentin që ne po flasim tashmë, paktën ka qetësuar situatën dhe duket sikur po shkohet drejt një modeli paqe afatgjat. Por se çfarë forme dhe çfarë përmbajtje do të ketë kjo paqe që po ndërtohet në lindjen e mesme, besoj që është ende herët për të folur për sa kohë që neve nuk kemi parë të paktën disa hapa të parë. Jemi ende në nivelin e deklaratave në samitin e Davosit, në forumin e Davosit, presidenti Trump ka ftuar edhe presidentët dhe kryetarët e kryeministat, pra kryetarët e shteteve dhe kryeministat për të nënshkruar atë që quhet Karta e Parimeve të Bordit të Paqes, e cila por i vërtetës ka ngjallur edhe një lloj reagimi deri diku të përzierë me dyshim apo shqetësim, sepse po mos krijohet një OKB në hije sipas modelit të live për arritjet e 365 ditëve të detyrë dhe thotë se shpresoj që me këtë nisëm që kam ndërmarrë të zëvendësoj United Nations, duke i quajtur ato le të themi jo ndihmuese në të gjithë kauzat e tij. E ka të mirë që nuk e fsheh asnjëherë qëllimin. E ka thënë, edhe në ndoshta në mënyrë telepatike, vetëm keni hapur luftra. Në mënyrë telepatike përsëritëm një fjali që ai pas ka thënë
para pak minutash, por gjithsesi ajo çfarë vlen të theksohet është që për të rikthyer dhe asaj që thash në fillim të bisedës, ai po ndryshon gjithçka për të arritur gjithçka. Se çfarë reagimi dhe çfarë ndikimi do të ketë kjo në strukturën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare, kjo është një nga enigmat dhe pyetjet me të cilat bëhet shpesh dhe ende nuk ka marrë një përgjigje të saktë, sepse siç e kemi theksuar edhe herë tjetër, zakonisht në politikë dhe në politikën ndërkombëtare nuk i shpëton dot atij që kemi thënë ligji 3 i Newtonit, pra çdo reagim nga kundërreagim. Ne tani kemi parë vetëm reagimin nga ana e presidentit Trump, i cili për hir të vërtetës ka qenë jashtëzakonisht këmbgulës për të arritur të gjitha ato çfarë ka premtuar edhe gjatë fushatave elektorale, por edhe në deklarimet e tij publike. Dhe natyrisht duke pasur nga pas forcën, peshën dhe rolin që ende kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në politikën ndërkombëtare, kapacitetin e saj ushtarak dhe duke i pasur këtë element ka dhe mundësinë dhe fuqinë për të realizuar dhe qëllime që shtetet tjera megjithëse mund t'i kenë në mendje, spari nuk mund t'i deklarojnë kaq haptazi, por e dyta dhe nuk kanë mjetet dhe fuqinë e duhur për t'i realizuar. Kështu që ai është duke fituar kohë, e di që kjo kohë nuk do jetë përgjithmonë e vlefshme, sepse po shfaqen aktorë dhe faktorë të tjerë, dhe kjo është një nga arsyet që ka shkaktuar dhe këtë përshtellim në marrëdhëniet dhe në ndërkombëtar dhe në sistemin ndërkombëtar të sigurisë, se përmendi dhe zoti Shala, disa prej qasjeve që i ka pasur në zonat caktuara, që në Amerika Latina, lindje mesme, apo tashmë dhe Groenlanda, lidhen me vlerësimet që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për i shfaqjen e aktorëve të shteteve të tjera, të cilat po fuqizohen ekonomikisht, veçanërisht Kina, jo thjesht Rusia, sepse Rusia dihet, po Kina po merr një rol dhe një peshë të konsiderueshme në politikën globale, veçanërisht nga pikpamja ekonomike. Dhe ka një rritje të Pekinit. Ndërkohë mirë, do të kthehemi pas pak për të diskutuar rolin real të Donald Trump në Europë, ndërkohë që presidenti vijon prej 2 orësh një konferencë ku po flet për arritjet e tij dhe ku sipas përgjithësimeve më të fundit ka thënë se vetëm me liderët evropian vijon shkoi mirë, ka bërë mjaftueshëm për NATO-n, por duket se është edhe presidenti i cili në mënyrë të pashmangshme po hap një konflikt me Europën, një konflikt e cila nisi si luftë tregtare dhe po thellohet edhe në marrëdhënie diplomatike. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas shkëputjes. Jemi rikthyer në program ku po diskutojmë një bilanc të qartë mbi situatën gjeopolitike botërore dhe mbi të gjitha bilancin e Donald Trump, i cili erdhi në pushtet me pretendimin se do të ishte presidenti i paqes. Megjithatë, sipas një analize të cilën e kemi sjellë vetëm disa puntata më parë në War Report, tregonte se si që për ardhes në pushtet kishte bombarduar më shumë se 7 vende të ndryshme, ku sigurisht lufta e tij ishte fokusuar ndaj terrorizmit në lindjen e mesme, përfshirë Iranin dhe bombardimet që janë kryer së fundmi në zonat caktuara të për shkak të ngacmimeve dhe goditjeve ndaj trupave amerikane atje, për të vijuar edhe me sulme të tjera të cilat janë kryer kryesisht pra për motive të luftës që kreu shtëpisë bardhë ka bërë ndaj terrorizmit, por edhe ndaj atyre që kanë qenë me interes ekonomik dhe interes pushteti, siç ishte për shembull rasti i Venezuelës. Por askujt nuk ja priti mendja se si Donald Trump, i cili erdhi në pushtet me pretendimin për të qenë presidenti i paqes, po i shpall një luftë edhe vetë Europës. E nisur që prej prillit vitit kaluar me tarifa tregtare me cilat synoi të zvoglonte deficitin buxhetor në Shtetet e Bashkuara, tashmë këtë lehtë ka përdorur ndaj Europës, e cila duket ende në shok ndaj pushtetit të tij, për të folur për një çështje të rëndësishme territoriale siç është Groenlanda. Zoti Shala, nuk kemi një zgjidhje për Ukrainën, e theksuam edhe pak më parë, por kemi një Donald Trump i cili shpall luftë Europës dhe thotë se nuk më intereson nëse do duhet shkatërrojë edhe NATO-n. Groenlanda është territor që i duhet Shteteve të Bashkuara dhe kjo punë ka marrë fund. Shohim një marrëdhënie të përshkallëzuar, çfarë po ndodh marrëdhëniet transatlantike? Ne na bëri përshtypje shumë kur u mbajt konferenca Munihut, zëvendës presidenti bëri një deklaratë të fortë në atë konferencë dhe tha, ne me ju nuk ndajmë vlerat përbashkëta. Aty ishte ishte domethënë fillimi i fundit të raporteve SBA-Europë. Sepse aleancat, koalicionet, qytetërimet lidhen nga vlerat. Pra ne dhe ju nuk kemi vlerat, nuk ndajmë vlerat të përbashkëta. Dhe pastaj kaloi pak edhe ju nuk e mbështesni demokracinë etj. Pra,
ata duke gjykuar me logjikën e një biznesmeni e ka kuptuar që Europa gjithmonë i ka shkaktuar probleme Amerikës në aspektin tregtar. Pra ka pasur Amerika një deficit të madh në raporte me Europën në aspektin tregtar. Bëhet fjalë për 300 miliarda, nuk e di diçka shifra kështu të tilla. Kështu që ai që në fillim duke qenë njohur si mirë i fushës ekonomike do t'i ndante këto raportet. Po me problem këtu është problemi i aleancave. Pra Shtetet Bashkuara dhe Europa janë aleanca politike në radhë parë si Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, por edhe me shtete tjera që nuk ndodhen në Bashkimin Evropian, por janë edhe pjesëtarë të një aleance që është krijuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës duke filluar që nga viti 1949, bëhet fjalë për NATO-n. Pra presidenti Trump bëri qartë, ai luti në raport me NATO-n luti një rol pozitiv, i tronditi Europën, e tronditi NATO-n, sepse këta ishin mësuar gjithmonë të flinin gjumë dhe sigurinë, po e them në mënyrë të figurshme, dhe sigurinë e tyre ta garantonin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe paratë dhe buxhetin ta mbulonin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tashmë me atë takimin, me atë summitin që u majt, që i detyroi që të marrin përsipër 5% e shpenzimeve, ai luti një rol të jashtëzakonshëm sepse NATO-ja ishte në letargji. Ka një shprehje të presidentit Macron para konfliktit në Ukrainë që NATO është në letargji. Dhe ku duhet ndalem pat ndërprerje, do ta vëmë pikërisht ku e lam, duhet ndalem një informacion minutës fundit që vjen nga konferenca për shtyp e Donald Trump, kreu i shtëpisë Bardh, ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në summitin e G7-s që do të mbahet këtë vit në Paris, në datat 15 deri në 17 qershor. Parisi zyrtar në fakt kishte shtyr datat e summitit të G7-s pikërisht për shkak të përplasjeve të vazhdueshme mes Macron dhe Donald Trump, por kreu i shtëpisë Bardh thotë se nuk do të jetë në këtë summit dhe nuk dihet deri më tani nëse bëhet fjalë për një përfaqësim të tij nga zëvendës presidenti J.D. Vance apo do të shkohet me sekretarin e shtetit Marco Rubio. Ndërkohë, zoti Shala, një tjetër lëvizje Trump që tregon distancimin nga Europa dhe mërit cilat sa vjen dhe rriten. Ta shohim se nëse Macron do pranoj kartën, atë do bjerë dakord me ftesën për kartën e paqes, mund të anulohet vendimi, kështu që ai është i marrëveshjeve. Dhe po thoshim që pra në raport me NATO-n ai krijoi ngriti e zgjoi nga gjumi NATO-n dhe tashmë një nga qëllimet e Rusisë që ishte për ta dobësuar NATO-n, më tepër NATO u forcua, u shtuan 2 antarë të rinj në NATO, 2 shtete, Finlanda dhe Suedia, të cilat janë potenciale, nuk janë sikur është pranuar një shtet tjetër i Ballkanit, se nuk po i përmend me emra, që janë dvegjël, kanë kapacitete të vogla. Ata kanë kapacitete, kanë industri ushtarake, i kanë gjitha. Pra është një vlerë e shtuar për NATO-n. Ndërsa paralelisht me këtë, presidenti Trump kërkon të realizojë atë që tham Amerika e para dhe sigurinë e Amerikës dhe sundimin e Amerikës në hemisferin perëndimor. Dhe këtu hyn në lojë puna e Groenlandës. Ai është tepër i qartë në raport me Groenlandën. Po ta marrim pak nga historia, nuk është se presidenti Trump po kërkon diçka që këtu është mënyra se si do zgjidhet, po që është tepër e rëndësishme Groenlanda për sigurinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, as që diskutohet. Përpara se Shtetet Bashkuara të Amerikës të blinin Alaskën, ka qenë plan për blerjen e Groenlandës në fillim, por nuk ka pas një status të përcaktuar sakt në atë kohë, pra që të kishin një shitës dhe një blerës. Edhe ndërkohë që presidenti Truman tentoi hapur ta blinte në 46-ën, por nuk u finalizua. Duhet të them që gjatë luftës së dytë botërore, gjatë përpusjes së luftës së dytë botërore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pas nën sundim Groenlandën. Pra, Danimarka u pushtua nga ushtria gjermane, Groenlanda kaloi nën administrimin amerikan. Këto janë fakte të pakundërshtueshme. Në 51-shin pasaj, pas luftës u nënshkrua një traktat midis Danimarkës dhe Shtetet Bashkuara në 51-shin, ku Shtetet Bashkuara ruanin të drejtën e dorëzuan si ja rikthyen Danimarkës dhe nënshkruan një marrëveshje për shfrytëzimin për qëllime ushtarake.
në atë kohë dhe deri në përfundim të luftës së ftohtë në Groenland kanë patur 10.000 forca ushtarake amerikane. Dhe ka pasur rreth 17 baza ushtarake, ka pasur dhe raketa me mbushje bërthamore në territorin e Groenlandës. Plus asaj është janë këto mjetet apo radaret për vëzhgimin apo për zbulimin e hershëm që quhet, të zbulimit të hershëm edhe për në hapësirë, por edhe sidomos për raketat me rrezet të largët. Pra në një farë mënyre, ndërsa ka një sër arsyesh për The Telegraph, thoshte pa dashur të ndërpres në formë batute që për te arsyeve që diskutojmë ne, ka edhe 2 arsye të tjera. Kërkon të marrë ishullin më të madh të botës dhe të thotë se unisha perandori që e bëra Amerikën me 51 shtete, dhe arsyeja e dytë lidhej me egon e tij për t'u mburrur pra të gjithë miqve të tij miliarderë, se shikoni çfarë bën. E kanë pa nga ana psikologjike. Unë kam përshtypjen që ai e ka këtë, don ta arrijë, por interesi është i madh, interesi është për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Domethënë, unë e mbështes këtë ide, që ai e shpreh. Këtu problemi është mënyra se si, sepse Europa është shokuar, sepse duke qenë një vend aleat Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe Europa duke qenë akoma me atë ëndrrën në gjumë, me atë ëndrrën e liberalizmit edhe të asaj filozofie që ka drejtuar Europën, duke menduar që gjithmonë bota do funksionojë me ligje, edhe jenë akoma larg të konceptuarit të real politikës. Trumpi është shumë përpara në këtë këndvështrim dhe ata po e projektojnë shumë keq. Por kjo do gjenden mekanizma se si do bëhet. Trumpi e ka bërë qartë edhe sot. Do gjendet, unë do ta marr, po do gjendet mekanizma dhe mendoj që nga mekanizmat që mund të jenë ka disa, po them një që mund të jetë një traktat tërpalesh. Traktat tërpalesh, asociimi i lirë, domethënë, i Groenlandës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai nuk bëhet shtet i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Danimarka ruan sovranitetin formal, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës e trajtojnë si një shtet të Shtetit Bashkuara në raport për investimin në fushën e sigurisë. Pra që nuk ka arsye që kjo është një fazë. Një fazë tjetër mund të jetë ajo që Groenlanda fiton pavarësinë, nxitet sepse është në proces. Është e planifikuar bile referendumi për pavarësi dhe mund të kaloj por kjo e fiton pavarësinë dhe pastaj është drejta Groenlandës, asociimi apo bashkimi apo binjakëzimi, po themi me në një nga shtetet. Do të ketë një zgjidhje e cila sigurisht do të marrë ndoshta edhe përgjigje nga fjalimi që do të mbaj nesër në Davos. Më mbeti në mendje një deklaratë që bëri Vučić sot, ta kam ardhur çdo herë në Davos, por si kësaj herë njëri që nuk buzëqesh, unë nuk kam parë. Edhe në fakt ishte një deklaratë që duhet të ndërroqë vëmendje, ndërkohë Macron tha me bullizues, tha, pra shiko sa Europa ka këto njerëz që nuk i respektojnë, duhet kthej përgjigjen që Trump meriton. Ndërkohë, zoti Kamberi, kemi folur shpesh në këtë studio për një ndryshim të bilancave dhe marrëdhënieve transatlantike, për prioritetet e Amerikës, por a jemi sot përballë një lufte diplomatike mes Washingtonit dhe Brukselit? Lufta diplomatike besoj është shpallur paktën me 3 element shumë të rëndësishëm. Së pari ka qenë deklarata, siç e përmendi dhe zoti Shala, në konferencën e njëjtë të presidentit J.D. Vance, të zëdhënës presidentit amerikan, i cili bëri qartë dallimin e kësaj presidence amerikane nga Europa, veçanërisht për ato vlera dhe për mënyrën se si e shikon botën presidenca Trump në raport me Bashkimin Evropian dhe vendet kryesore që përbëjnë Bashkimin Evropian, Franca, Gjermania, Italia kështu me radhë. Megjithatë duhet të themi edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm. 2 nga vendet kryesore që përbëjnë sot shtyllën e Bashkimit Evropian, që është Gjermania dhe Franca, kanë në krye të tyre, pra kancelari Merz dhe presidenti Macron, janë 2 individ që nuk janë shumë afër vizionit të presidentit Amerikan Trump për mënyrën se si do të shikojë ai marrëdhënien në nivel global dhe qëllimet dhe vlerësimet që ka ai për organizatat ndërkombëtare dhe për multilaterizmin, i cili ka qenë koncepti dhe strategjia dhe filozofia bazë që ka shoqëruar lindjen e Bashkimit Evropian, ekzistencën e tij dhe vazhdimsinë dhe atë sukses që ka arritur. Vetëm po jap një përkufizim shumë interesant të motivacionit që dha Komiteti i Çmimit Nobel për Paqen për Bashkimin Evropian kur mori Çmimin Nobel në vitin 2012, që konsideroi projektin më origjinal të paqes. Por në themel të atij projekti kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë këmbgulli atyre, të cilët mbas planit Marshall e panë që në momentin që Amerika do të tërhiqesh nga
duhet që Europa të rikthesh një formule tjetër. Dhe jo formulë ishte formula Jean Monnet, i cili jo rastësisht vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte marrë pjesë në krijimin e institucioneve, atje siç ishte Banka Botërore dhe FMN-ja, punonte në Amerikë dhe pa filozofinë e Amerikës, e cila nuk kishte shkuar në luftë për shkak se bënte biznes. Pra, marrëdhëniet ekonomike të ndërvarura do ta çonin Europën drejt një paqe afatgjatë. Dhe ashtu ndodhi. U krijua Komiteti Evropian i Qeliku dhe i Qymyrit, pastaj Komiteti Ekonomik Evropian, dhe në formë Orteku Europa erdhi këtu ku është sot. Mirë, po ka rrjedhur shumë ujë që nga viti 90, që mbas rrjedhjes murit Berlinit, dhe deri tani që ne po flasim. Dhe ndoshta besoj që kjo thyrje, që është një thyrje të paktën nuk guxohet të përmendet fjala thyrje tektonike ose pariparueshme, por që ka një thyrje dhe një çarje midis vizionit që ka presidenca aktuale amerikane dhe Bashkimi Evropian dhe veçanërisht vendet e tij kryesore siç janë Gjermania, por posaçërisht Franca, edhe për hir të një tradite që ka pasur Franca në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet kuptojmë konceptin golist, të një lloj pavarësie, madje presidenti Macron e riktheu këtë koncept me frazën e tij të autonomisë strategjike para se të vinte presidenti Trump për herë të dytë në Shtëpinë e Bardhë, që tregoi një parandjenjë. Franca gjithmonë ka pasur një parandjenjë që Europa duhet të fillonte të ecte e pavarur. Dhe ky lloj sensi i Francës, Macron e tha përpara se Trump, dhe ky lloj sensi se mendoni se jemi prioriteti amerikan dhe jeni gabim. Dhe ky lloj sensi, ky lloj kryenërësie francezëve gjithmonë ka ngjallur nervozizëm në Washington. Kush ka parasysh historinë e marrëdhënieve franco-amerikane. Por në momentin Francës me NATO-n. Pikërisht. Franca ka qenë nga të parë që ka dalë nga komanda disa komitete biles në gjatë kohës për të pasur një autonomi në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për shkak një lloj prestigji që Franca mendon që e ka në Europë si iniciator e revolucionit francez, e parimeve të vllazërimit, barazimit, por që ka ndihmuar edhe revolucionin vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur Amerika u shkëput nga kolonia britanike. Pa dashur të bëjmë shumë histori, unë do të thoja që ky moment që ne po përjetojmë tani është një moment shumë i veçantë, do të thoja deri diku dramatik për historinë e marrëdhënieve transatlantike, dhe kjo ju se po themi një diçka të pathënë më parë, që në momentin kur kanë filluar deklarata dhe veçanërisht fjalimi i presidentit Trump në Kombet e Bashkuara e bëri të qartë qëndrimin që ai kishte ndaj Bashkimit Evropian dhe vende. Pra ai kërkoi Bashkimit Evropian ndryshoni ose do të përfundoni keq. Më thënë, kjo ishte fraza ime e zbutur, pa i tha do të përfundoni në ferr. Gjë që një deklaratë e tillë nuk është dëgjuar më parë nga goja një presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një nga aleatët më jetëgjatë që i kanë qenë Bashkimi Evropian dhe vendet e saj të veçanta. Kështu që unë do të thoja që riparimi i kësaj marrëdhënie, megjithëse ka pasur një çarje jo të vogël, do shikohet në muajt në vazhdim. Dhe Groenlanda, besoj, do të jetë testi që do të shikojë nëse kjo marrëdhënie do të shërbejë rasti Groenlandës që kjo marrëdhënie të ringjitet, apo mund të shahet në një mënyrë të pariparueshme. Qartë. Profesor Kamberi, profesor Shala, faleminderit që ishit mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Kemi mbritur në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. ABC News është padyshim adresa ku do të gjeni informacionet më të fundit nga vendi, rajoni e bota në kohë reale, si dhe mund të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.